identitetin shqiptar. Profesor, për filloj me prej teje se ty ta kanë më Unë shumë. thash fillim, unë ndihem shumë i lumtur, po them kushtimisht që jam shqiptar dhe shpesh tham feja është bindje, gjaku është fakt. Ne duhet të harrojmë identitetin kombëtar, duhet të respektojmë diversitetet fetare që i kemi tash qindra vjet. Ne nuk guxojmë të themi që ne shqiptarët musliman jemi më shqiptarë se shqiptarët katolik, ose ne të në shqiptarët katolik ose ortodoks janë më shqiptarë se shqiptarët musliman. Neve na specifikon, e thash edhe në fillim, ne si popull na dallon. S'është mund të jesh musliman, po shqiptar. Te popujt tjerë kjo nuk lejohet dhe pra është një thesar i madh që duhet ta ruajmë, duhet ta shmojmë, duhet ta kultivojmë. Sikurse që e përmendu më herë rastin e Priftit dëm Kelmen Spashit. Është thesar i veçantë. Domethënë, unë vlerësoj që identitetin ton duhet ta ruajmë çysh e kanë ruajt paraardhësit tonë, edhe pse kanë kaluar në Islam, e kanë ruajt identitetin kombëtar shqiptar. Edhe pse kanë kaluar në krishterëm, e kanë ruajt identitetin arabër ose alban, e më bën shqiptar. Prandaj unë vlerësoj që ne mbi gjitha duhet na bashkojë gjuha, kultura, historia, tradita, besa, gjaku, gjitha këto, e pse ju edhe diversitetet fetare që janë thesar dhe që janë diçka që për shumë të huaj ndoshta janë pakapshme, po ne i kultivojmë dhe i ruajmë. Prandaj bëj thirrje për një bashkëtesë, për një tolerancë, që kemi shembull. Tolerancë mos është pak rand. Harmoni, se tolerancë. Bashkëtesë do të thoya, edhe harmoni, se toleranca po, këtë drejt që e kemi pasur dhe ta vazhdojmë. Tolerancë. Hoxh, çka mendoni ju? Si ta ruajmë identitetin tonë shqiptar? Po duke respektuar njëri tjetrin, duke nderuar njëri tjetrin, duke mos i punuar mas shpinën njëri tjetrit. Mos më rrug për fe. Po normal kjo shembull që bëj ne e kemi shembullin më të mirin, e shefni fare mirë ai Naim Tërnava kur i kanë kërshëndellat, shkon ja uran. Shumë mirë. I peshvi Kosovë kur është Bajrami shkon ja uran. Edhe unë kom treguar edhe në emisionet të mëhershme, kam një shok të ngushtë. Pa laskën kam qenë ushtar me ta, më ka gjinë një kohë që faktikisht ka qenë kohë e pa kohë, edhe më ka bo dëshmitar, më ka shpëtu për i burgu shkort edhe Shqip, mirë po... Po, për atë bursën që e ka unë ati. 3 muaj unë kam qenë pas me uniformë, se s'm kanë nënë ardhe ndorë. Se kanë menduar që mos pi gjejkun e pluman e diçka, se më kanë akuzuar që jam në organizatën e këtij Kelmendit, Aziz Kelmendit, edhe si harroj kur, asnjëherë nuk ka fest fetare, krishtere, që unë nuk ja uroj dhe nuk e tras. Tash janë pashkët ato. Edhe ai mua gjithmonë është i kujdesshëm, thret. Apo ja uron Emanueli sonte se janë pashkët? Po gjithsesi. Po dhe? Po shumë. Me dorë se kështu se zë. Orda? Me dorë se nuk e zë kështu. Gjithsesi nash që tash nash kurçohem në fund. Bravo, Ardëgjiti, bravo. Urime. Ne jem lazën, ne them të vërtetën aty po thon shumë po thirrëm në këto, po fatmirësisht që ne kanë zili armiqt. Shumë ne kanë zili, pse ne kemë kaq harmoni fetare shqiptarët me zveti. E vërtet. Se sërt ma duhen, na me pas përqarje dhe jenë mundu disa herë, në xhamia që i kanë përjet të rëthi, dera, dhe i kanë quajtur ditën e Bajramit, të qëllimi ka qenë me bo konflikt shqiptar musliman me shqiptar katolik. E vërtet. Mirë po, me një herë, paria aty të kanë ditë që kjo është nga Udbja, nga Serbia, sepse shqiptarët gjithmonë e kanë vlerësuar njëri tjetrin, kena liftu bashk, po qeverisëm bashk, po jetojmë bashk, po martohëm bashk, edhe dhash Zoti që kjo do më thonë kjo harmoni të vazhdoj. Anën tjetër këtë tolerancë që shëko feja islame, e pranuan ose se pranuan, po në për shprehi. Na 97% kemi qenë. E 3% veç le të thot dikush një rast që shembull për bëj andarsëm, a ushtar, a dikun, e kanë përqesh apo e kanë etiketuar me diçka një krishter. Një vëlla besimit krishter. Asnjëherë.
Dhe kjo fal kuj? Fal hoxhallarëve A pajtohesh Emanuel? që i kanë mësuar xhamatin nëpër xhamia. Nuk pajtona këtu me Pse? hoxhën. A di pse s'pajtona? Ha? Se këta kena fal shqiptarisë që e kena përbashkë. Bravo. Jo as fal hoxhës, as fal priftit. Bëja ka thonë Pashkova sa. Emanuel, e ti që ta ruaj me identitetin S'ka kombëtar? që mja ulon hoxhallarëve. Jo, pasha zotin, jo, Ej, zotë si të betona. ka- Emanuel. A kem fal shqiptarisë tonë? Do të thotë se çysh e bën ti dasmën, unë atje na do të thotë e kem bashkëtesën. Edhe kjo fjala tolerancë është shumë absurde me përmend. Po, me Se tolerancë, kur patëm konflikt na që Që po tolerojnë. tolerancë. Toleranca ka herë mund të aplikohet edhe nga Afrika. Kuptoj plotësisht këtë drejtë. Pe ku në konflikt. Me tolerancë se kam çora pa e toleruar. Skiqare, po. Pashkova sa ka përmbyll. E ka përmbyll në kuptimin e kohës të lidhjes Prizrenit. Po. Domthon, mos shikoni, mund të identifikohet, të interpretohet ose keq kuptohet. Po ai ka pas qëllimin që ne kemi besime ndryshme fetare, po ne mbi gjitha jemi shqiptarë. Prandaj ka thonë kuptimin mos shikoni kisha xhamia, Feja shqiptare. jo në kuptimin e ateizmit, jo në kuptimin me nënshmën besimin islam ose katolik ose ortodoks. Jo, se po s'ka thënë feja shqiptare, që gjitha në kuptimin fetë e janë- bashkimit. E bashkimit, gjitha Kur fetë ka janë qenë koha luftës që dash me rrok armët e me